sanksione shkandaj Berishës. Por Berisha, sa herë që del në deklarat, është i paqartë dhe e bën më lëmsh raportin që ka me këtë kontratë. Dhe në thellësisht Partia Demokratike dhe kryetari i saj nuk janë transparent në atë në të cilën është krijuar ligji për partitë politike. Pse nuk është transparent Sali Berisha? Sepse Sali Berisha njëherë sot nuk deklaroi sa para janë paguar dhe kush personalisht i paguan këto para. Kush janë emrat që i paguan? Në kontratë thot Patriot, një sekond. Referuar kontratës janë 3 persona si Patriot. Nustreti, gruaja Nustretit, djali Nustretit. Pra patriotizmi për Partinë Demokratike mblidhet në 3 brezat në familjen e Nustretit. Tani, unë këtu nuk kam ardhur, sepse dëgjoj, fjala jonë nuk është vendimarrje, as nuk ndryshojmë opinionet, por të paktën të vërtetën duhet ta them. Një parti e cila dhe një kryetar që ka 12 vjet në pushtet dhe nxjerr 6 milion euro për i avokat dhe 6 milion dollar për Lasivitën, që kalon mbi 10 milion dollar, tani këtu është pamundur të mos flasësh. Pra, e para punës nuk tregon shifra. I herë tha $100,000, i herë tha 200,000, nuk tha një shifër të saktë. E treta nuk tregoi emrat e patriotëve, sepse realisht në fund e di çfarë do dali. Do dali offshore, ashtu siç tha avokati Karaj. Në fund do dalin emra patriotësh. Do dalin patriotët nga Panamaja. E katërta, që është më e rëndësishme, Berisha deklaroi që nuk ka lidhje me zgjedhje. Pra që në ka rasti që 10 ditë para zgjedhjeve lidhet kontrata, pra 2 javë para zgjedhjeve. E para, e pesta fyen inteligjencën e çdo gazetari kur thot s'ka lidhje me zgjedhjen dhe kontrata është e lidhur në emër të Aleancës Shqipëria Madhështore, që është subjekt elektoral vetëm për zgjedhje. Aleanca, edhe njëherë, Aleanca Shqipëria Madhështore është subjekt juridik i krijuar vetëm për fushat elektorale dhe çdo marrëdhënie juridike që lidhet në emër të Aleancës Shqipëria Madhështore ka raportin vetëm me zgjedhjet në Shqipëri. Dhe kjo është gjëja më e tmerrshme, se si mund të rinë gazetarët këtë, se duhet t'ja bëjnë si Albin Kurti, dorëzojnë mikrofonin e tij, se është pyrje shumë e madhe të thuash që kjo s'ka lidhje me zgjedhjet kjo kontratë. Nga ana tjetër thot dhe gjën tjetër të tmerrshme. S'ka lidhje as me non gratën. Po me çfarë ka lidhje kjo? Ka me Shqipërinë. Po mirë, me Shqipërinë mos ndodh prit një sekond. Dhe me dhumin e zi që ka bërë Rama ndaj Partisë Demokratike dhe një sekond. Po sikur të ndodh që pas zgjedhjeve, pas 2 javësh, Shtëpia Bardh të ftoj qeverinë e re shqiptare, kushdo qoftë ajo, të forcojnë marrëdhëniet me Shqipërinë. Do i quajtë suksesshme këtë kontratë, apo të suksesshme i quan vetëm po shkoj vetë në Washington, Berisha? E qartë, okej. Se në kontratë, sot deklaron që është për të forcuar marrëdhëniet e Shqipërisë, por Shqipëria s'është Partia Demokratike dhe s'është Sali Berisha. Po, për demokracinë thamë në tërësi, po. Tani, gjërat janë kronologjike. Ka 4 vjet që paguan avokatin Shqipëri, avokatin më të shkëlqyer dhe më të mirë dhe më të mrekullueshëm të Francës, avokat të shkëlqyer dhe avokatin më të mirë të Anglisë, avokat shkëlqyer dhe avokatin më të mirë të Amerikës, deklaroi sot. Tani brenda 4 vjetësh, ky po paguan avokatët e gjithë planetit. Dhe nga ana tjetër thotë s'ka lidhje me non gratën tani. Tani ç'të them unë, domethënë, këtu çdo gjë mund të jetë dhe nuk i hyj fare se s'duhet paragjykoj se jemi në fushat elektorale, po vetëm transparent nuk ka në këtë kontratë. Pastaj problemet e përgjegjësisë. Nëse ka drejtësi Shqipëria, ti hetoj dhe ti gjykoj. Nëse nuk ka, le të merret me 50 eurot dhe me thesat me miell. Unë vazhdoj të mbeten qëndrimit që 6 milion dollar apo miliona dollar tjera për Lasivitën që nuk janë deklaruar, ndikojnë në rezultatin zgjedhor në mënyrë të pandershme dhe të pabarabartë krahasuar edhe me thesat me miell. Unë mendoj që kjo zhbën
dhe të shmonton gjithë punën e prokurorisë speciale. Okej, në rregull.